Një prej gjonave që e bën njeriu me u ndi komod, me u kënaq me jetën, me pas motiv, me pas vullnet për jetë, me ditë me u kënaq me jetën dhe të mirat e saj që i ka, është kur ai shoqërohet me njerëz optimist. Optimisti është ai që dëban me u kënaq me jetën. Pra, njeriu optimist në çdo sfidë, në çdo problem gjen zgjidhje. Dhe e kundërta e optimistit normal se është pesimisti. E pesimisti çdo herë nëse pra i jepet çdo e mirë e botës, ai përsëri shef vetëm terr edhe burg se çfarë populli. Pra optimisti shef çdo gjë, në çdo problem shef zgjidhje, ndërsa pesimisti në çdo zgjidhje shef problem. Andaj sa më afër optimista dhe sa më larg pesimista.